Si të pavërteta dhe shpif se i ka cilësuar ministrin në detyrë infrastrukturës dhe transportit Dimal Basha pretendimet e kryetarit të Prishtinës për Parim Rama lidhur me aksidentin fatal në autostradë. Basha tha se deklaratat se ngjarja ka ndodhur si pasojë e rrshqitjes së dheut janë të pasakta dhe akuzoi Ramën për tentim të politizimit të tragjedisë. Është diçka që është e papranueshme kur mundohet me politizu me tragjedi në rrugë. Kjo është e papranueshme, do të më lënë të ndjerin dhe familjen e tij të qetë me uru ngushëllime, po s'ka qenë si pasojë e dhëut në autostrada. Prandaj unë refuzoj, unë s'kam reagu për shkak se do më prit raportin e policisë, që pastaj tregon të gjithë vërtetën, por këtu politizimet me vdekjet në rrugë është e papranueshme për gjithkënd. Përgjigjja e Bashës ndaj Ramës vjen pasi ky i fundit e kishte akuzuar ministrin në detyrë të infrastrukturës dhe transportit për mos largimin e dheut të rrëshqitur në autostradë. Në statusin e tij Rama kishte shkruar se Kosova u zgjua me lajmin tragjik të humbjes së jetëve në autostradë, duke shtuar se heqja e atij dheu do t'i kushtojë qytetarëve 4,67 milion euro. Sipas tij, për vite me radhë dheu nuk është larguar nga autostrada, ndërsa sot po alokohen miliona euro për kontrata. Ndërkohë sipas raportit të Policisë së Kosovës me 14/6/2026 rreth orës 12:40 në autostradën Ibrahim Rugova, në drejtimin Malishev-Prishtinë ka ndodhur një vet aksident trafiku. Si pasojë lëndime trupore ka psuar një mashkull kosovar, ndërsa ka vdekur pasagjerja.